më i madh. Po kjo varet edhe nga angazhimi i partive. Ti ke bashki, sidomos që janë kufi sidomos me Greqinë, që kanë një pjesë e mirë e fushatës, është angazhimi i njerëzve të cilët vinë ditën e votimit, ose vinë një natë para, çon si ka. Do kjo është dhe çështje si është strategjia e fushatës të palëzimit të caktuar. Dhe patjetër që të dy partitë treqin njerëz, simpatizantët e tyre më të flakt, patjetër që vinë dhe votojnë, kandidatët treqin njerëzit e tyre. Domethënë kjo është një proces normal i fushatës. Kështu që ky numër përjashtohet ca radhe për shkak se ata kishin mundësinë të votonin nga vendi ku ata jetojnë. Kështu që kjo është një pjesë e uljes. Qartë. E dyta, patjetër ka dhe një lëvizje demografike të popullsisë. Është gjë më normale, mund të kenë në Tiranë, jetojnë në Tiranë apo mund të kenë një gjë tillë, kështu që po nuk është ndonjë. Dhe ky është, domethënë, kjo është arsyeja e kësaj diference. Kam një pyetje tjetër. Zoti Demo, si përgjigjesh atyre socialistëve që pak besonin te ty, sepse rezultati 5-2 që ti ke ruajtur si drejtues qarku për herë të parë, një garë të nivelit kombëtar, jo lokal, pa qenë një politikan i skalonit parë, pra duke qenë kryetar bashkie, do të thënë, ju bët sepse jeri shtar si drejtues qarku, por në krahasim fjala vjen me drejtues qarku të kalibrit kombëtar, fjala vjen si zoti Klosi, zoti Çuçi, zoti Shalsi, zoti Majko Dikur, zonja Spiropali, do të thënë që kanë një status ose profil politik shumë të lartë se ju. Si përgjigjesh tyre ti që pak besonin se Ervin Demo do të arrijë 5-2-shin Berat? Është shumë e thjeshtë. Fushata është gjithmonë lokale fund ditës. Dhe mos harrojmë që unë kam pasur fatin të drejtoj Bashkinë Qendrëshark. Një bashki e cila ka pësuar një transformim të jashtëzakonshëm, i cili në fakt nuk ka prekur vetëm qytetarët e Beratit. Por në fakt është në një lloj mënyre është përjetuar nga të gjithë banorët e qarkut, sepse është normale që duke qenë Bashkia e Qendrëshark është vizituar për arsye rekreative tjerë nga të gjithë banorët e qarkut. Dhe unë me thënë drejtën, kjo ka qenë një nga zbulimet më të këndshme të mia gjatë fushatës, që Berati vlerësohej aq shumë nga të gjithë banorët e qarkut. Edhe merrese si shembull ndryshimi për atë çfarë ne duhet bëjmë në qark. Dhe këtë e bënin vetë qytetarët e qarkut Beratit. Dhe kjo patjetër mua më dha një lloj avantazhi, po e quaj deri diku, në atë çfarë ishte e rëndësishme, që ishte ngritja e një fryme pozitive në të gjitha bashkitë. Dhe qofse ka një gjë që unë do ta veçoja, që të jemi sinqert, këto janë zgjedhjet e katërta që unë bëjmë Berat. Pra 3 lokale, 2 lokale, 2 të përgjithshme. Do 2 lokale vetë ju për kryetar bashkie. Edhe 21-shin Berat, ne kishim rol të rëndësishëm në Bashkinë e Beratit në zgjedhjet e përgjithshme. Po patjetër. Jo, se po thash në nivel Jo, po dhe nivel drejtues të janë zgjedhjet e para, s'ka lidhje. Nivel drejtues je i parë, po ato i dy unë kam përjetuar, s'më kupton. Thash që unë kam qenë i përfshirë në 4 palë zgjedhje në Berat. 19, 21, 23, 25. Çdo 2 vjet. Dhe patjetër që është normale aq më shumë për shkak të pozicioneve që unë kam pasur, që është një pozicion shumë i rëndësishëm në gjithë kontributin që ne japim terren e tjerë me radhë, aq më shumë me punën që duhet bëj kryetari i bashkisë e tjerë. Patjetër që unë di të bëj diferenca midis fushatave, por ajo që unë dua të diferencoj është kjo. Ne kemi ndërtuar një fushatë tejet pozitive, pa tensione. Jemi munduar të mos krijojmë tensione edhe të brendshme midis kandidatëve. Ne kemi harxuar shumë energji me njëri tjetrin dhe unë besoj që ne arritëm të gjenim një formulë. Po si, se kandidat do garonin me njëri tjetrit, zoti Demo. Po patjetër, gjëja e parë që ne bëm ishte ndarja në territor. Do të thënë ky ishte e caktuar kështu në mënyrë rigoroze. Jo, se do ta shikosh te votat që secili ka marrë diku tjetër. Dhe ajo është gjëja më normale, sepse secili do marrin votat e vijnë miqve të vet, se është ngar. Por ajo çfarë ne bëm ishte që dhe mua vjen shumë mirë që kandidatët e respektuan këtë, ishte që secili e dinte shumë qartë se kush do ishte territori që duhet mbuloni nga pikpamja e punës për të plotësuar detyrimet e fushatës. Sepse territori duhet markuar, qofse dikush, sepse është normale, gjithë kandidatët fushatën më të lehtë për ta bërë e kanë Berat. Ka më shumë votues
Sigurisht. Është zonë urbane, ti nuk lodhesh nga një pallat e tjetri. Po, Hysem Buzali ishte surpriza? Rezultati që ka marrë Hysem Buzali deri tani, patjetër është një rezultat shumë pozitiv dhe me thënë drejtën ai e nis pozitivitetin nga votat që ka marrë në Skrapar. Në Skrapar. Sepse pothuajse Skrapar ka marrë pothuajse aq vota sa ka pas PS-ja, disiplina atje ka qenë e gjitha në mbështetje për Hysenin. Dhe arsyeja pse ajo ndodh, është sepse dhe penetrimi në Skrapar është shumë i vështirë për kandidatët e tjerë. Sepse është zonë e vështirë, sepse ti duhet shkosh, harxhon kohë, është shumë larg, fshatrat janë akoma dhe më larg dhe ju e dini shumë mirë, dhe një që është kandidat në Berat nuk ka kohë ti të harxhoj të bëj 2 orë me makinë me vajtë një zonë, kurse zoti Buzali e ka krefur gjithë territorin atje dhe të gjithë kandidatët e ka filluar fushatën datën 12 mars. Ne nuk e fillojnë fushatën në 12 prill. Si ata që pretendojnë të fitojnë zgjedhjet duke ndajtur mbazën shtëpi duke parë Netflix. Edhe pastaj thonë që pse vin vota nga diaspora, se tani po pe Netflix. Normal që s'merr vota. Kështu që unë besoj që të gjithë kandidatët kanë bërë kilometrat e tyre, edhe patjetër që pjesë e kësaj fitore. Më thuaj pak për zotin Fadil Nasufi, që është një personazh jo thjesht shumë i njohur, por ka një eksperiencë shumë të gjatë dhe si rezultoi zoti Nasufi në këtë garë? Ka marrë vota për 2 arsye të thjeshta, kishte një avantazh më të madh se kandidatët e tjerë, sepse patjetër ishte në zonën e Dimalit, si deputet i në territorin, por patjetër kishte Beratin, se tani duke qenë 3 herë kryetar bashkie, patjetër që ti ke një lloj avantazhi. Domethënë në letër, jo të gjithë kandidatët janë të barabartë, sepse është normale që një që është deputet sot, nuk është i barabartë me një vajzë 26 vjeçare që është shqyrtare politik. Tani duhet Po Enrique Dajau, si rezultoi doktor Resha? Doktor Resha patjetër ka bërë një punë të jashtëzakonshme, e fokusuar vetëm në zonën e Skraparit. Besoj edhe në Poliçan, por sidomos në zonën e Skraparit. Dhe kur unë kam qenë këtu herën e fundit, kam thënë që fitoria do të vijë nga Skrapari. Kështu ke thënë. Edhe për ca arsye të tjera. Edhe rezultati i Skraparit është jashtëzakonisht pozitiv. Nuk e di ke parë ti shifrat apo jo, po. I kam parë shifrat, po ajo që unë duhet pyes është, ky është kthimi i Partisë Socialiste në Skrapar? Sepse ka qenë kam thënë edhe një gjë tjetër herën e kaluar, kam thënë që PS-ja do të krijojë shtratin e vet natyral të votave të majta. Po jo vetëm në Skrapar. Ka ndodhur kudo. Po ti e merr nga Skrapari me që andej vjen Osumi, edhe ti e merr kështu për shkaqe gjeografike. Rikthimi i Partisë Socialiste në Skrapar? Se ishte bastioni i LSI-s. Pa diskutush. I pa diskutush. Po ka diferencë shumë të madhe. Midis po e quajmë midis koalicionit opozitar, që është PD-LSI bashk, edhe tani do të pyes për atë. Çfarë ndodhi tani? 2 deputet ata të listës mbyllur, zoti Jeno Bozo. E para një si shkoi fushata, se pak informacion kemi, patët probleme me kampi kundërshtar, me takimet, me vizitat që fushata, jo, absolutisht. Që të them drejtën, fushata ka qenë shumë e qetë. Çdo problem që është ngritur është problematik artificiale. Po pas, sepse ata kanë shumë pretendime. Ju keni mbledhur votat thonë. Dakor tani ata, po ata kanë nuk e di sa zgjedhje u bën tani që thonë i vjedhin votat. Por unë do të jap një argument për këtë të vjedhjes votave. Në qoftë se ti shef rezultatet, trendi i votave të Partisë Socialiste duket qartazi që është ai trend që ne kemi shtratin tonë. E vetmja gjë që ti shikon në rezultat është në fakt mund të lexosh qartazi, është dobësia e kandidatëve, ose dobësia e listës opozitare, ose mënyra të bërit fushat, dhe aq më shumë kur ti ndërton një fushat mbi tone negative, edhe aq më shumë kur e personalizon fushatën shpeshherë duke bërë intimidime në mënyrë direkte publike për njerëz që merren me fushat, ky është rezultati që merr. Prandaj ne nuk Jo, unë po t'jepja në momentin do thënë, sepse shikueshmëria është shumë e mirë. Okej, thashë që Jo, shikueshmëria është shumë e mirë. Por na ndjekin goxha. E kuptoj. Dhe besoj që
një nga avantazhet që ne kishim ishte mënyra të bërit fushate kundërshtar. Po, si u përgjigjeni, këmbgul të kjo, si përgjigjeni ju akuzave, për shembull Lefter Maliqi ka bërë një akuzë shumë të rëndë, do në avodhën votat. Se kam dëgjuar, çka ka thënë? Jo, e ka bërë mbrëmje mos gaboj. Se është e rëndë kjo, ata e thonë çdo palëzjedhje. Po e thon palëzjedhje tani mos ta thon ato. Se është më e rëndë, sepse kur ti e thua çdo palëzjedhje dhe asnjëherë nuk vërtetohet dhe ajo përsëritet, po të bëj një pyetje unë, a ka mundësi, të lutem Roland, shif pak. A ka mundësi Jo, duhet të nxirja këtë deklaratë. A ka mundësi, po s'ka nevojë se thelbi aty ajo është, kam një zgjedhje. A ka mundësi të ndodhi që ore mbase këta nuk i duan njerëzit? Se mirë një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë. Po mund të ketë ndonjë probabilitet që në fakt ta nuk e kanë pëlqyeshmërinë e njerëzve. Atëherë i bie që ju keni fituar se Partia Demokratike është në këtë situatë? Një fitore ka shumë arsye. Asnjëherë një fitore nuk arrihet vetëm për shkak të një faktori. Dhe unë besoj që fushata e Partisë Socialiste, mesazhi pozitiv i Partisë Socialiste, drejtimi që kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste i bëri fushatës, prekja e territorit nga kryetari i Partisë Socialiste, Berat ka qenë 2 herë për kësaj radhe ne bëm një veçori që u prekën të gjitha bashkit. Vati dhe Skrapar. Ishte Skrapar, Poliçan. Disa vitesh, ë? Po, Skrapar, Poliçan, Kuçov, Dimal, Berat. Tempi i fushatës ka qenë shumë i lartë. Mesazhet kanë qenë pozitive, integrimi në Bashkimin Evropian patjetër ka qenë një mesazh që gjente sidomos le themi reflektim te një pjesë e mirë e votuesve, jo të gjithë, jemi të qartë sepse ti duhet ta segmentosh pastaj në një lloj mënyre retorikën se si ne e bëjmë fushatën në terren, por ajo çfarë solli fushata e Partisë Socialiste ishte një, le themi, një dritë shpresje për shumë njerëz për atë çfarë ne presim gjatë 4 viteve që vijnë. Ndërkohë zymëcia që ne kishim përballë, që ata njërë 2 ditë këtë punë bënin, jo ku ta di unë, ky po bën këtë, ai po bën atë. Pas ka qenë aq vaj fushata, pas ka pasur nga këto. Jo, në Facebook i kanë bërë. Po, në Facebook, jo në terren. Jo në terren. Nuk e di unë çka kanë bërë terren ata, se ata s'kan bërë takime në terren. Si s'kan bërë takime në terren? Unë nuk kam parë asnjë aktivitet politik. Do të thënë edhe një herë. Për shembull, ju keni vajtur një fshat të Beratit, po them unë Lapardha, po e fuskon. Apo dhe një fshat tjetër. Ju në atë kohë nuk keni parë asnjë aktivitet paralelisht? Unë të këshilloj një gjë. Po? Fatmirësisht politika sot shumë transparente, sepse ne vetë politikanët kemi rënë pre e dëshirës që çdo aktivitet që bëjmë, sidomos kur janë të mirë, ta pasqyrojmë. Merrni analizoni fushatën, sepse s'ka nevojë të flas unë, sepse unë nuk e ndjek ata nga mbrapa. Por stafi kur patjetër që bëjnë që ne ndjekim dhe rrjetet sociale të, sepse pjesë e fushatës tani është dhe fushata po e quajmë virtuale. Dhe nga raportet që u merrja gjatë gjithë kohës nuk shifeshe asnjë takim, përveç takimeve hapse dhe mbyllse që ata bën me ardhin edhe të drejtuesve të tyre politik. Ata nuk kanë bërë asnjë takim në një lagje të hapur që mund të kenë qenë më shumë se 40 veta. Ata kanë bërë takime lokale, ku ta di unë, lokale fshatit, vogla etj. Më bëri shumë përshtypje pritja e Edi Ramës në Çorovod. Do të ishte më shumë se sa e mendoja që mund ta prisin. Ç'është ndodhi? Ishin shumë më tepër nga ti ç'ke parë. Ne na ka ndodhur një gjë atë ditë, njerëzit nuk e kanë kuptuar nga ekrani. Ilir Meta, ish presidenti i kryeministit, tha që ishin të ardhur. Bëri një status aty. Ja dëgjoj. Po? Po jam dëshmitar okular i atij organizimi. Aktiviteti ishte planifikuar të bëheshe në shesh. Po Rashi. Dhe ne u zhvendosëm te kinemaja. Te Pallati Kulturës. U zhvendosëm te Pallati Kulturës, i cili nuk është mbushur ndonjëherë me atë çfarë më thanë dhe qytetarët e Skraparit. Për të mbushur është mbushur, po kishte edhe jashtë. Kjo ndoshta ishte. Dakor, tu do dal pra. Jo, nuk është mbushur, se aty nuk mbushën vendet. Aty ishin të gjithë në këmbë. Domethënë nuk ishte problemi që ti ke 500 karige dhe ishin 500 veta. Ti brenda Pallatit Kulturës, ke pasur edhe në korridorin Yrs, se edhe në 2 herë tanash. Te holli. Ka qenë i gjithë i mbushur dhe ne na kanë ngelur fatkeqësisht që ne u ndiem shumë keq, edhe i kërkuam ndjes edhe gjithë mbështetësit e Partisë Socialiste dhe ne mund të kemi pasur jashtë diku te 800 deri në 1000 persona.
Po pse erdhën ata? Çfarë u shtyuan? Se ata s'ishin banorë të Çorovod, ishin edhe të fshatrave, besoj. Jo, patjetër. Domethënë, kur flasim Çorovod, flasim bashkë me fshatrat. Ai ishte takimi po e quajmë takimi përmbyllës ose hapës me të dyja bashkë, se një takim u bë në Skrapar për gjithë mbështetësit e Partisë Socialiste nga çdo fshat. Kështu që ti kishe banorë të gjithë territorit. Ata erdhën për një mesazh, me thënë drejtën, që mua më bën shumë mirë që ne kemi arritur ta kthejmë këtë gjën pozitive. Ata patjetër ishin aty për Edi Ramën, patjetër ishin aty për mesazhet e fushatës, patjetër ishin aty si dëshmi e një atmosfere pozitive që është krijuar tashmë në Çorovod, se dhe ti se besoja atë rezultatin. Edhe shumë të tjerë. Edhe në Çorovod se besonin rezultatin. Jo, unë e besoja sepse kishin disa elemente në avantazh. Dhe tjetra pse ishin aty dhe unë duhet ta them këtë gjën, sepse kjo është përgjegjësia jon tani. Po. Është rruga Berat-Skrapar. Tani më dole këtu se herën e parë ne e fokusuam të rruga. Zoti Rama tha për rrugën Berat-Çorovod, po nuk e kuptova si nuk e tha qartë atë Berat-Përmet, Berat-Korçë, Berat-Gramsh. Kto si tha qartë. Tani ne nuk po bënim prezantim teknik të... Jo, po duhet i thoshte ai ato, pse? Ato Rama, atëre, kryeministri Rama e ka deklaruar edhe kur ka bërë le të themi pasqyrimin e programit që ne kishim për fushatën 2025, e ka përmendur. Po, kur bëri ato projektet. Patjetër. Po. Dhe mua më vjen shumë mirë që ne jemi shumë afër kësaj dite të madhe për gjithë qarkun. Unë shpresoj fort që në 2026 ne ta fillojmë atë që e hënë drejt gjithëve, sidomos banorëve lart. Dhe ju e dini shumë mirë se sa e vlerësoni ata atë rrugë. Domethënë, jo thjesht rrugën Berat-Çorovod thoni ju. Po ato do bëhen gjitha akset, sepse rruga në vetvete merr valencë, merr vlerën nëse ti bën lidhjet. Kështu që ajo është pjesë e konfirmoni këtë Berat-Çorovod rekonstruksion. Jo rekonstruksion. Po çfarë? Trase e re. Rrugë e re, po, sepse rrugë e re. Çorovod përmet 3 urat. Është lidhja potom Vidkuq, që do bëhet pjesa dhe Çorovod-Gramsh. Po. Tani, këto nuk do të fillojnë gjitha në një ditë. Kur fillon Berat-Çorovod? Ne shpresojmë fillojmë aksin më të gjatë, që është Berat-Çorovod në 26-ën, dhe këto janë projekte të cilat do të lidhen dhe teorikisht do mbarojnë jetën kohë. Këto nuk janë projekte që mbarojnë për 6 muaj, se duhet kuptoni që ato janë rrugë të cilat Jo, ju i shpjeguat herën tjetër. Ajo çfarë është e rëndësishme është perspektiva e qartë që ne tashmë kemi për mënyrën se si duket mua sikur ndihmojnë Beratin shumë këtë rrugë. Domethënë Çorodin po Beratin e ndihmojnë shumë. Unë mendoj që ato ndihmojnë gjithë qarkun. Jo Berat. Ato ndihmojnë, unë e di ju e keni vështirë ta besoni, po ato ndihmojnë edhe Kuçovën, edhe Dimalin. Po Kuçovën dhe Dimalin pse? Ja ta them unë pse. Si kjo goda. Kur kjo mbushet, kjo fillon dhe derdhet. Berati po arrin një numër të jashtëzakonshëm vizitorësh. Ke fjalën për turizëm. Dhe ne na duket qarku i madh, po u bën rrugët, qarku është shumë i vogël në sipërfaqe. Dhe ti do kesh një lëvizje të jashtëzakonshme sepse aty ka shumë çdo bashki ka gjëra, domethënë fati jo dhe kjo është Shqipëria. Në fakt nuk është Berati vetëm i bukur, por Skrapari është shumë i bukur, Kuçova ka pikat e veta, Dimali, domethënë ne në çdo zonë që jemi, ne kemi gjëra për treguar. Mund të jetë natyra, mund të jenë produktet, mund të jenë, ku ta di un, kulinaria. Tani më fal, te kjo pjesë, si funksionuan kryetarët e bashkive në këtë drejtim? I Kuçovës, i Dimalit, të fushatës, i Kuçovës, i Dimalit, i Çorodit, si Poliçani, sepse ju besoj ata, jo i keni angazhuar, po i keni pjesë edhe të projekteve. Unë kam qenë vetë kryetar bashkie dhe di shumë mirë rolin që ka një kryetar bashkie. Po tani që si e kryetar bashkie, si punojnë në vendin tënd? Kush punon për drejtimin e Beratit? Është siç parashikimit ligji, është kryetari i komanduar e tjerë, nuk diskutohet. Por unë kisha shumë pak kohë që kisha i larguar nga bashkia, se para 6 javësh kam ikur, 7 javësh se mbaj mend tani. Por roli i kryetarëve të bashkisë është shumë i rëndësishëm në një fushatë. Për një arsye shumë thjeshtë, se unë ta thash edhe më parë. Fushatat, edhe ato kombëtare, në fund janë shumë lokaliste. Politika është vendore, thoshte Tip O'Neill, kryetari i Kongresit Amerikan. Politika është vendore. Kështu që ne patjetër na merr kjo vorbulla e madhe, por kur shkon tek ai fshati i thellë, vendore. Kur shkon tek ai fshati i thellë atje, mesazhi duhet të jetë për atë
Pra të hall që ai Dhe ka. këtu kanë ndihmuar kryetarët? Kryetarët janë krucial te kjo gjë. Është shumë e rëndësishme sepse po patjetër sepse e para kuptohet që çdo kryetar bashkie për definicion është njëri politik, edhe nga pikpamja e hierarkisë, Sigurisht. edhe nga pikpamja e hierarkisë politike janë njerëz shumë Do të veçosh një nga këta katër? Apo të katër njësoj punuan? Shiko, nuk janë të pesë gishtat e dorës të barabartë, por